Mjeku çudit botën, çaji i kamomilit trajton këto 3 probleme, kush duhet ta konsumojë menjëherë. Çaji i kamomilit është përdorur ndër shekuj për aftësinë e tij lehtësuese dhe qetësuese. Mjafton një filxhan i tillë dhe shumë prej shqetësimeve që mund të keni do të zhduken. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e dhëmbëve. Pirja e çajit të kamomilit ose thjesht gargara me çaj të ftohtë të kamomili mund të trajtojë të gjitha këto probleme të mishrave të dhëmbëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Çaji i kamomili lehtëson dhimbjet e barkut dhe qetëson gjithashtu problemet e aparatit tuaj tretës. Nëse keni probleme me tretjen, çaji i kamomilit mund të relaksojë muskujt, duke ndihmuar kështu edhe në një tretje më të mirë të ushqimit. Çaji i kamomilit mund të jetë një trajtim efektiv për diarren, madje edhe për ta lehtësuar atë në mënyrë të menjëhershme. Nëse jeni në kërkim të një mënyre natyrale të sigurt për të lehtësuar dhimbjet menstruale, kamomili mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këto situata emergjente, duke ju ndihmuar gjithashtu edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Kamomili mund të qetësojë pickimet e insekteve, problemet të ndryshme të lëkurës, madje edhe lëkurën acaruar, duke ju ndihmuar kështu që të arrini rigjenerimin më të mirë të shëndetit. Çaji i kamomilit njihet për vetitë e tij qetësuese, lehtësuese kundër ankthit, depresionit dhe shqetësimeve të ndryshme. Ndaj përdoreni këtë të fundit si një përzgjedhje mjaft të mirë për të mbajtur larg komplikacione dhe për të nxitur gjithashtu organizmin drejt një mbrojtje më të mirë dhe më të shëndetshme. Por cilat janë përfitimet kryesore që merrni nga kamomili? Sipas Eatingwell, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni prej përdorimit të këtij çaji dhe si ndikon ai në organizmin tuaj të shëndetshëm. Kamomili është një lloj lule e thatë që përdoret gjithashtu si çaj bimor. Ai përdoret ndër shekuj nga qytetërimet e lashta dhe ka arritur deri në ditët e sotme për të dhënë përfitime të duhura unike në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Çaji i kamomilit ka një aromë të butë të luleve dhe është cilësuar gjithashtu si një lehtësues shumë i mirë dhe i disponueshëm për shëndetin. Kamomili mund të japë përfitime të mira për shëndetin e njerëzit, mund të mbajë larg komplikacione dhe të nxjisë gjithashtu një organizëm më të fortë dhe më të mbrojtur. Ju mund të filloni të përdorni kamomilin në dietat tuaja ditore. Atë mund ta përdorni edhe për të ndihmuar një gjumë të rehatshëm në mbrëmje. Një nga përfitimet më të njohura të kamomilit është gjithashtu edhe aftësia e tij për t'ju ndihmuar në gjumin më të mirë në mbrëmje. Duke përmirësuar cilësinë e tij, citon Eatingwell. Një analizë zbuloi se kamomili në fakt mund të përmirësojë cilësinë e gjumit dhe të lehtësojë gjithashtu problemet e ankthit. Cilësia e dobët e gjumit mund të rrisë ankthin dhe riskun gjithashtu të problemeve të ndryshme të imunitetit të dobët. Kështu që çaji i kamomilit është një nxitës shumë i mirë i cilësisë së duhur të gjumit, duke mbajtur larg komplikacionet e tij dhe duke sjellë rezultate konkrete pozitive në një organizëm të shëndetshëm. Çaji i kamomilit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj tretës. Një nga efektet më të zakonshme të kamomilit është përmirësimi i shëndetit gastrointestinal. Çaji i kamomilit mund të zvogëlojë gjithashtu problemet e refluksit gastroezofageal, duke lehtësuar shqetësimet e tij dhe duke ndihmuar kështu në një organizëm më të fortë dhe më të mbrojtur. Pjesërisht për shkak të efekteve të tij, ai mund të zvogëlojë gjithashtu edhe problemet e inflamacioneve në zor. Çaji i kamomilit mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër problemeve që shkakton gjithashtu luhatja e sheqerit në trupin tuaj. Sigurisht, kombinimi i tij në një dietë të bazuar mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin. Sipas një studimi të vitit 2022 në Journal of Diabetes and Metabolism Disorders, këto komponime mund të funksionojnë gjithashtu si opsione të tjera në lehtësimin e luhatjeve të forta të sheqerit në trupin tuaj. Prandaj, shtimi i kamomilit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, duke sjellë rezultate konkrete pozitive për mbrojtjen e shëndetit.
Çaji i kamomilit është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Një përfitim tjetër i kamomilit është edhe ai i ndikimit të profilit të lipideve. Kolesteroli i lartë është një faktor risku për sëmundjet e zemrës, kështu që çaji i kamomilit mund të përmirësojë shëndetin e saj dhe të mbajë larg komplikacionet e një shëndeti të dobët. Ndaj, nëse doni të përfitoni nga vlerat e kamomilit në përditshmërinë e recetave tuaja, sigurohuni që ta keni pjesë të rëndësishme të dietave këtë produkt fantastik. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë të menjëhershme të fuqishme dhe do të evitoni gjithashtu edhe shqetësimet që do të merrni. Çaji i kamomilit cilësohet si një lehtësues i mirë kundër simptomave që shkakton depresioni. Siç e përmendëm edhe më herët, çaji i kamomilit mund të përmirësojë simptomat e depresionit. Ndikimi pozitiv i kamomilit në cilësinë e gjumit mund të zvogëlojë gjithashtu riskun e problemeve të depresionit dhe mund të nxjisë një organizëm të fortë dhe të shëndetshëm duke mbajtur larg shqetësimet e tij. Përdorime të tilla të këtij produkti mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit edhe në lehtësimin e shqetësimeve. Për më tepër, pirja e çajit të kamomilit në përditshmërinë e recetave tuaja mund të përmirësojë gjendjen tuaj pa shkaktuar luhatje të forta. Sigurisht, nuk është një zgjidhje përfundimtare, por është një lehtësues i mirë i shëndetit në betejën kundër këtyre shqetësimeve të cilat mund të ndërlidhen edhe me faktorë të tjerë për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët e Healthline cilësojnë kamomilin si një përzgjedhje shumë të mirë edhe në lehtësimin e shqetësimeve premenstruale. Askujt nuk i pëlqen të përballet me ngërçe dhe humor të ulët në ditët e para të menstruacioneve, ku pjesa më e madhe e femrave përjetojnë në këto shqetësime. Për fat të mirë, kamomili mund të ndihmojë si një lehtësues shumë efektiv në rastin tuaj specifik dhe të mbajë larg këto komplikacione të cilat mund të shfaqen edhe me luhatje të forta të shëndetit tuaj. Kamomili mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për të fjetur më mirë. Shumë njerëz rekomandojnë çajin e kamomilit 30 deri në 45 minuta përpara se të shkoni për të fjetur, për të dhënë përfitimet e tij në një gjumë të mirë dhe më të rehatshëm në mbrëmje. Kështu, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Çaji i kamomilit specifikisht mund të ofrojë një gjumë më të mirë. Nëse keni tendencën të zgjoheni në mes të natës për të urinuar, mund të dëshironi të pini pak më herët në mbrëmje për të parandaluar udhëtimet e shumta në tualet që prishin gjumin tuaj. Përveç relaksit, çaji i kamomilit mund të funksionojë si një terapi shtesë për çështje të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë kolesterolin, depresionin, alergjitë dhe probleme të ndryshme që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi, citoni Tingwell. Nëse doni të përfitoni nga vlerat e kamomilit në recetat tuaja ditore, vlerat që ai shkakton në organizëm do të jenë vërtet të mëdhaja. Ndaj përdoreni atë me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse në dobi të përfitimeve të trupit dhe lehtësimin gjithashtu të ndërveprimeve të ndryshme të organizmit. Dhimbjet e barkut janë një komplikacion shëndetësor me të cilët shpesh preket organizmi i njeriut, dhe nëse doni të lehtësoni këto komplikacione, kamomili është një përzgjedhje shumë e mirë për të marrë ndërveprimet e duhura për lehtësimin e shqetësimeve dhe për të sjellë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Përdorime të tilla të kamomilit mund të jenë gjithashtu lehtësuese. Efekti i kamomilit në lehtësimin e problemeve të stomakut është një zgjidhje shumë e mirë relaksi, që do ju ndihmojë të arrini qetësinë e duhur dhe gjithashtu kamomili mund të ndihmojë në tretjen e duhur të ushqimit. Nëse doni të keni një gjumë më cilësor dhe të pandërprerë në mes të natës, kamomili do të jetë përzgjedhja më e mirë. Çaji i kamomilit vepron si një qetësues i mirë nervor dhe mund të lehtësojë simptomat tuaja ndikuese në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ndaj përdoreni atë me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja dhe kështu ndikimi që do të keni do të jetë një gjumë më i mirë dhe më pak shqetësime të stomakut. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor,
edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.